Po vetëm atë deklarata publike. A më tjedin. Leti deklarata publike. Unë tash po flas. Po. Nuk ka një politikan ma besnik në Republikën e Kosovës. As bashkëpunëtor ma besnik. Prej që jam politik. Futni deklaratat e mia këqyrni, e qëndrimet e mia në YouTube. Prej që ka dalë televizioni, edhe ruhen deklaratat. Edhe shikoni deklaracioni me atat e tjerët. Që me qëndrimet e mia politike. Që me angazhimet e mia politike edhe çka bëjnë për të tjerët. Çka bëjnë për të tjerët. Edhe tani vina në përfundim, kur unë tu më ardhe me fol për dhe lafi për njerëz, që kam një objektiv të shkurt, që kam arrit një objektiv. Sot unë më kesh përdor studion tonë me shpirt për një njeri, me fol në fjalë që s'duhet më fol. Por nuk do të thotë që ajo është qendran. Jo, është vërtet jo. Është vërtet jo. Është vërtet kjo që nuk duhet të vetë kesh përdorur. Atë nuk i takoj asaj kategorie politikanëve që vi në këtë studi të nderuar dhe për një interes ngushtë, momentale partijak, gjuaj në emrat e njerëzve të përveç. Edhe ata që përmendet ju, unë jo kom shërbyer atyre njerëzve. Jo kom kanë besnik. Ata më kanë lënë rrugës. Edhe në 2014, edhe në 2017, edhe në 2019. Po asnjëherë s'keni një fjalë prej me ty fol. Asnjëherë. Asnjëherë, s'keni meni asnjëherë. Sepse në politikë duhet me pas pak moral. Unë nuk dua vota duke shpifur për të tjerët. Unë nuk dua vota duke njollosur njerëz.